E dëgjova për dje që në Rusi shumë shpejt del vaksina e kancerit. Për të bërë vjedhrat kancerogjene, domethënë qelizat kancerogjene në trup, duke ushqyer që mos kalojnë kurrë kancerogjene. Vetë tamposhtin dhe smundjen e shekullit, siç është duksida. Me Putini kishte mbyllur në 2024, në momentin që Epsteini ishte futur në burg, sa u arrestua Epsteini, Putini në 2024 më thot, ballo e vampirave tani po i vjen fundi, ballos vampirave tani po i vjen fundi. Fundit kjo ishte, çfarë është ballo e vampirave, ballo. Ai adrenokromi, që i merret gjaku fëmijëve të trembur këtu të sy. Kjo është për të marrë adrenokrom. Dhe janë vampir. Putini, që unë e dua shumë, një nga liderët gjigant, sot për sot dhe mori mund ndaj thash që dukesh si rus. Shqyr që është, sepse po bën një balancë pesh të jashtëzakonshme të lëvizjeve sot në botë,